طالب العلم خذ من نظمي الدرر واسمع لنصحي وانقل عني الخبر ما دمت تطلب هذا العلم مجتهدا فاخشع ولا تك كالغاوين مفتخرا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. Vllazërit të nderuar, jemi në temën e fikut, në lëndën e fikut, Umdatul Ahkam të Maktesiut. Në dersin e kaluar kemi folur për ndalimin e të folurit në namaz. Sonte do të flasim për faljen e namazeve që kanë kaluar dhe për shpejtimin e tyre. Secilit prej nesh I ka ndodhur që në namaz me të hupa, po për shembull namazin e sabahut, nëherë nuk e nin njeriu telefonin apo alarmin edhe I hup namazi. Si duhet me vepru, çka duhet me bë, do të ta trajtojmë inshallah taala sonte. Enes ibn Maliku radiallahu anhu transmeton se pejgamberi alayhis salam ka thonë: kush haron, thot, ndonjë namaz, le ta fal kur ti kujtohet. Kush do thot që haron ndonjë namaz, në momentin kur ti kujtohet, le ta fal. S'ka shlyere për të vetë se të falurit. Nuk shlyhet tek Allahu ai namaz, sepse borxh e ki, për vetë se duhet me e fal. Shlyerja e saj është falja. Lexoj pejgamberin sa fjalën e Allahut dhe faleni namazin si për kujtim, suratu Taha ajeti 14. Ky ajet ka të bëjë me shlyerjen e namazit. Domethënë me faljen e namazit kur të hup, si quhet tek ne kaza, apo përse do ta trajtojmë na se a quhet kaza ai namaz që ti s'don me fal, e pastaj a ke pa për shembull disa çka thon, hajt se tan ditën unë s'po fali namaz dhe në mbrëmje pi fali këtë namazet. Fal për shkak veç namazin e sabahut, tan ditën është në punë, edhe në fund hajt të fali drekën 100 dinë, akşamin në fund këtë pi lidhi bashkë. Ja nuk ka namaz kjo, ai garallëk është me namaz. Po nuk ka të bëjë me namazin kjo. Pastaj thotë tek Muslimi hadithi transmetohet në këtë formë: kush e harron një namaz ose flen në kohën e tij, zakonisht kohën e sabahit, po kjo nuk do të thotë edhe në kohë tjera, se nëherë njeriu gjatë ditës flen, apo 1 orë 2, edhe kur ta sheh vetë se ju ka humb namazin, apo e ka harru, do thotë e ka humb namazin shkaku I gjumit. Mirë, po ka raste kur personi për shembull është I lidhur me xhami, edhe ndonjëherë harron. Që unë e di për shembull që kesh në Ratkoc aty, edhe hajt të shty namazin, të dash me shty pak më vonë, masi edhe s'ka xhami aty. Edhe kur u ktheva në shtëpi, ja nisa pe fali vitrin. Se çdo herë tu menu që namazin e falim në xhami, apo kupton? Edhe ku falën. Kur me një moment që aty në rekatën e parë më kujtu çështja, më kujtu që namazin e yatsis se kum fal. Edhe tash një çështje tjetër është, a lejohet me ndru niyetin në çat moment? Kur je namaz të vitrit apo namaz nafile, a lejohet apo nuk lejohet? Ulemat kanë thonë jo. Nuk lejohet. Duhet në çat moment me dal pi namazit. Qoftë me dal hiç pa selam, qoftë me selam. Sepse nga nafilja në fars nuk lejohet. Domethënë del pi namazit edhe fillon prej fillimit e fal do thot namazin fars edhe pastaj e fal vitrin. Mirë, kuptimi I përgjithshëm I hadithit është namazi ka kohën e caktuar. Inna salata kanat ala al-mu'minina kitaban mawquta, me të vërtet namazi është I përshkruar, domethënë I shkruar në kohën I përcaktuar, në kohën e vet. S'bën as me shty, po as përpara me fal para vaktit, sepse nuk të pranohet prej kushteve të pranimit namazit. Kushti para prak është duhulul wakt, me hi vakti, me hi koha. Nuk falet namazi para kohës, përveç rastet ku të jemi udhëtar që I bashkojmë, apo drekën edhe I qindin, qoftë në kohën e drekës, e fal drek I qindi, po qoftë apo në kohën e I kindis deri në akşam, e fal drekën edhe I qindin, pastaj e fal akşamin dhe yatsin, qoftë në kohën e akşamit, qoftë në kohën e yatsis, po të shkurtuar dhe të bashkuar. Vetëm namazi I akşamit nuk shkurtohet në udhtim. Siç tham, nuk lejohet falja para ose pas kësaj kohe, sikurse nuk lejohet vonesa e tij kur njeriu flen kohën e namazit ose haron, le ta fal në kohën, do thot deri në kohën e fundit, atëherë është I justifikuar dhe nuk merr gjuna. Nëse vllazni I ke marr sebepet, ke marr alarmin, I ke bë gjitha senet, ke flejt herët, ke marr gjitha sebepet, apo në krye kishti, jo në krye, po na kretin krye kemi muçun sabah. Apo çdo vakt me fal. Po që deshti Allah subhanahu wa taala nuk e nitëm.
Ka pas rast edhe pejgamberi sa mi ka hub sabahi. Kret, domethënë kanë flajt. Mirë po mas te kur janë qu e kanë fal. Me të mësu shkurt e qartë se si duhet me e falë. Edhe të hupit, është që me bën nuk ki përgjësi tek Allah subhanahu wa ta'ala, sepse gjumi është se thënë gjysma vdekjes, apo pjesë e vdekjes me një aspekt. Pastaj thot dhe faleni namazin si për kujtim, ajeti kuranor për këtë çështje, këtë ajet profeti e lexoi kur po fleste për këtë dispozit, sepse në të bëhet fjalë për kryer në namazet në kohën që kujtohet. Tash mendimet e dietarëve, a lejohet a duhet me falë për një herë kur qosh prej gjumit, për shembull, të ka ik namazi sabat, edhe deri në 6 është lindja e diellit po e zom, edhe të ka dalë në 6:30 apo në 7. A duhet me falë për një herë që atash si i qeli syt, mi falë që atër në 7, apo të lejo atash deri në drek me shty, sepse koha është bo deri në drek, apo? Kanë polemizu lemaja, kanë polemizu dietarët. Çka kanë thonë, shumica dietarëve prej tyre tre imamet, Ebu Hanifja, Maliku, Ahmeti, pasuesit e tyre, thonë se është wajib detyrshme, obligative, koha në qatë kohë kur ti qohësh. Qatë kohë kur ti të përkujtohet, dhe më thënë të kujtohet namazi, qatë kohë është koha jote dhe duhet me falë. Bile. Disa për djetarëve kanë thonë edhe tu litë djeli lejohet me falë. Vetëm sepse kis shkak. Mos me shty. Shafiu thot se falja me një hershme është e pëlqyeshme, por lejohet thot me e vënu. Lejohet thot me vanu. Sepse pejgamberi alayhi salam kur e zuri gjumi me gjithë sahabët, nuk e falën që u iku në vendin e fjetjes. Në vendin e fjetjes nuk u ik, domethënë nuk e falën aty. Çfarë bëri, por i urdhroi që të drejtonin kafshët e transportit me një vend tjetër. Tash pjesa ulemave që thot lejohet me shty e kanë marrë këtë argument se në çdo vend ku i ka zonë gjumi, apo e kanë ndru vendin dhe jo në falë vendin tjetër. Dhe kjo është vonim, apo? Kështu e kanë argumentu djetarë që e kanë leju dhe thot vonimin, shtyerjen. Dhe atje thot u falen. Po të ishte detyrushme falja me një hershme, ata ishin falër në qatë vend ku dhe thot ku e kanë prish, ku jënë zgjuar. Po ashtu shumica dietarëve argumentonin me hadithin e kapitullit që kemi në shërtim, argumentimi të Shafiut ata u përgjigjen. Falja me një hershme s'do të thotë që mos ta vënosh pak për arsye të nevojshme, që lipsen për namazin, vonesa pakët për të pritur apo shumimin e xhamatit që lejohet. Kësaj nuk i thojnë vanim. Për shembull ti je çum edhe në shtëpi ta zom janë 2-3 gruaja, fëmia, ku e di unë se s'ke mujt muçu, derisa të marrin abdes, kjo është thyrje, apo? Tash ti pi pret aty, 5 minuta, 10, dikush në nevojë, abdes tani, kjo është thyrje. Tash në këtë kontekst ulemaja e kanë leju ç't shtyrje. Mirë, po jo shtyrjen me sahata, hajtë se tash po flejon e deri për drejt, pastaj e fali, do thot namazin e sabahut. Por Ibn Qayyimi thot në librin Es-Salatu, pasi e shtjelloi gjëre gjatë këtë mesele, tha e hodhi poshtë lejimin e të vonuarit. Nuk lejohet me vonu, duhet me falë që atëherë kur qosh prej gjumit apo kur të kujtohet, përkundër asaj në rrethona të caktuara kur shtyhet, çush e trajtuam këtë çështje. Por ai që e lë namazin me qëllim derisa t'i kaloj koha, ata fal më pas apo jo, na shpresojmë tek Allah subhanahu wa taala që gjithë ne nuk jemi prej asaj kategorie, apo kupton? Nuk jemi prej asaj kategorie që thojmë, valla s'pe falim. Po kret e falim. Më thon kret e falim kur jemi për shembull kur jo as në xhum, as që kemi harru, veç thjesht po thon valla sot i lodhshëm, jo s'pe fali namazin. Pe shty me një vakt tjetër, nuk e lojm. Nuk besoj që ka dikush prej nesh që e bën këtë. Këtë temë do ta përmbledhim shkurt me fjalët e Ibn Qayyim në librin Es-Salatu. Të gjithë dietarët thonë se merr gjuna të madh ai që e vonon namazin derisa dal koha pa pasur arsye. Nëse e vonon namazin me qëllim edhe thua hajtë se pe fali qindin mas akşamit, ky te Allah është gjunaqçar shumë i madh. Shumë i madh është tek Allah subhanahu wa taala. Sipas 4 imamëve, ky person duhet ta falat namaz, edhe pse i ka ikur koha. Edhe nëse i ka ikur koha, me vetdije, ky e ka borxh. Ky e ka borxh me e kry. Një pjesë e ulemave thonë fale se fale. Ai nuk të pranohet ai namaz. Sepse me qëllim ti e kilon, çfarë do më fal? Allah ta ka obligu çat ku. Edhe ti pelen.
Qa ki mu fal? Kaza që i thëjnë. Kazaja me arsye po, pa arsye jo. Pjesa tjetër ulemave kanë thonë, si do qofti e ki borç. Ti ki mu përgjesh për atë namaz. Qoft kaza, qoft pa kaza, ti për qëtë namaz ki mu përgjesh. Andaj duhet thot me fal. Mendimi ma i sakt, Allah e di mas miri, që duhet me fal, sepse i ki borç ato. Apo edhe pse me gjithë respektin, një pjesë ulemave, sidomos edhe dhahirit, si përfatësort ata që i marrin argumentet, ata thonë që nuk lejohet më me fal, edhe njëri prej tyre është edhe Sheikhul Islam Ibn Taymija. Ebu Umar ibn Abdul Berri thot është prej aprovusve të detyshmërisë së faljes edhe pasi ka kaluar thot koha. Edhe pasi ka kaluar thot koha, ndërsa Sheikhul Islami në librin El Ikhtiyarat thot nuk ligjësohet falja pasi ka kaluar koha, çushe tham. Mirë, po çfarë thot Sheikhul Islami Ibn Taymija? Edhe kjo është e arsyeshme. Thot nuk e fal farzin që të ka kalu me qëllim, fjala është, por se thot i shton çka? I shton nafilet. Namazet vullnetare. Në bast hadithit pejgamberit a.s. Ditën e gjykimit, kur melaqet i urdhon Allah subhanahu wa taala, i thot këshirnia robit tem namazet, dhe i shikon namazet, ka diçka që nuk ka fal prej namazeve fars. Ka, do më thonë, pengesa, jo pengesa, po ka që nuk i ka fal disa prej namazeve, mangësi ka në namazet fars. Atër qëfar i thot Allah subhanahu wa taala? Shikoni a thot nafilet. Shikoni a thot sunetet. Namazet vullnetare, që këto namazet vullnetare janë pastaj dbaraspeshon me farze, edhe ky është mendimi Sheikhul Islam Ibn Taymijës, edhe ky mendim është kogja i fortë, apo mbas të hadithit të pejgamberit sallallahu alajhi wasallam. Çka përfitojmë nga ky hadith? Që detyrshmëria e faljes së namazit pasi ka dalë koha nga ai që e ka harruar, apo e ka zënë gjumi sa po t'i vinë ndërmend, duhet me fal. Detyrshmëria e faljes menjëherë sa po t'na kujtohet dhe nuk lejohet me e vonu. Dhe e treta thot nuk merr gjunaj që e vonon namazin me arsye, si në harres e zë gjumi përdesa nuk e ka neglizhuar e kështu me radhë. Tem tjetër është falja e farzit pas imamit që fal nafile. Imami po fal nafile. Ti tash atë lejohet mu lidh me një imam që është tu fal nafile, ma konkretisht. Kjo jap shembullin ma konkretisht. Atë lejohet ty farzën e jacis me fal, përderisa imami është tu fal atë taravih. Po, lejohet me hadithin e Muadh ibn Jabelit. Ja hadithi Jabir ibn Abdullah radiallahu anhu transmeton se Muadh ibn Jabeli radiallahu anhu falte me pejgamberin alayhis salam yacin. E ka fal me yacin. Pse? Se ka pas qef me fal me pejgamberin sallallahu alaihi yacin. Pas Muhamedit alayhis salam. E falte yacin, e falte farzin, apo pastaj çfarë bënte? Kur e krynte namazin e yacis, shkonte tek do më thonë xhamati i tij, apo tek mahalla e tij, apo tek lagja e tij, dhe u dilte imam dhe xhamati e pasonte Muadh ibn Jabelin. Do më thonë lejohet, dhe ky për ta e para ka qenë farzi, e dyta ka qenë njëti nafiles. Ka qenë njëti nafiles, ndërsa të tjerët e kanë falë farzin qështam në çështjen e Ramazanit. Apo shtëpitë e Beni Selemes ndodheshin në të dalët Medinës, larg nga xhamia e pejgamberit alayhis salatu wassalam. Ky fis ishte xhamati Muadh ibn Jabelit. Muadh e donte hajrin dhe lakmonte mu fal me pejgamberin alayhis salatu wassalam, secili prej nesh kishte pas qef që mu fal pas Muhamedit alayhis salatu wassalam. Apo mirë, po njëkohësisht edhe mos milon xhamatin tjetër që m'ju dalë si imam. Pastaj thot, shkonte edhe bëj imam popullit vet, duke e falur po atë namaz, mirë, po për to çka ishte? Ishte nafile, ndërsa për popullin ishte fars. E njëjta gjo vllazni, e njëjta gjo nëse ti e ki fal farzin ta zon. E ki fal farzin. Ki fal në xhami, po e zon farzin. Edhe vjen një vllon në xhami, edhe e fal vet farzin. Atë lejohet ty mu lidh pas ati, ti e ki fal veç farzin. Të lejohet me niyet të nafiles. I bosh ati xhamat dhe ty të shkruhet si niyet i nafiles, namaz vullnetar me lejen e Allahut subhanahu wa taala. Mendimet e dietarëve, thot dietarët kanë mendime të ndryshme për sa i përket prirjes së njerëzve nga ai që fal nafile, ndërsa pasuesit falin farzin. Ez-Zuhriu, Maliku, Imam Ahmedi dhe pjesa më e madhe e shokëve të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam thonë se një veprim i tillë nuk është i sakt. Tash çure ijtihad.
Muadhi e ka bu, disa kanë thonë nuk është e sakt. Qysh, me çfarë argumenti, çto është meselja vllazni që po do të më largu çesaj që ashtu se për një konspiracionistat ku të ma shojnë shtu thot me ase ky me ata kush janë Illuminati. Edhe çka? Domethënë dietarët kanë mendime të ndryshme që a lejohet personi që e ka fal farzin me dal imam nafilen me e fal. Çka kanë thonë janë argumentu. Imami thotë është dhën për tu pasuar, andaj thotë mos e kundërshtoni ata. Atë, ç'është argumenti fort. Po ç'është kuptohet ky argument? Imami ka thonë Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. Imami është vendosur që të pasohet. Çka të bën imami duhet më bëu dhe ju, apo? Po tash a kuptohet kjo në nijet apo kuptohet vetëm në veprimet fizike? Çto është problemi? Dietarët e kanë komentuar dhe kanë thonë në veprimet fizike, nuk është për qëllim tek niyeti. Nuk është për qëllim tek niyeti. Sepse Muadhi e ka bë. Dhe Muhamedi sallallahu alaihi wasallam e ka ditë se ka kundërshtu. Po tash edhe një hadith do ta trajtojmë, do ta sjellim që vetë Muhamedi sallallahu alaihi wasallam 2 herë është fal. Në namazin e frikës. Ka qenë namaz farz, o fal, pastaj ju ka dalë të tjerëve që për të tjerët ka qenë farz, ndërsa për këto ka qenë nafile. Në një transmetim tjetër të Imam Ahmedit, Ataut, El-Auzaiut, Shafiut, Ebu Thaurit, Ibn Tejmi thonë se lejohet një namaz i tillë është i saktë. Muadhi falte pas profetit alayhis salam dhe shkonte falte tek populli i vet, dihet që një prej namazeve të tij çka ishte vullnetare, nuk mundon me qenë 2 farse. Është një, apo është një siç e ka bë edhe Muadhi ibn Xhebeli rahimullahu taala radiyallahu anhu. S'ka mundësi që Muadhi namazin pas pejgamberit alayhis salam në xhamin e tij ta falte me niyet nafiles. Nuk ka mundësi. Sepse paraprakisht çdo herë i jepet përparësi farzit kur është prezant. Apo namazi i dytë ishte ata që saktsojnë faljen në namazit farz pas imamit që po fal nafile argumenton me këtë argument. Pejgamberi alayhis salam e fali me një grup shokësh namazin e frikës 2 rekate. Pastaj dha selam, më pas erdhi dhe u fali me grupin e tjetër të dytë me 2 rekate, pastaj dha selam. Argumenti. Më thënë i fali 2 herë. E para ishte farz dhe e dyta ishte nafile. Që ky argument ti hek dyshimet. Mirë, por nëse vjen një dietar dhe argumentin e Muadhit nuk e ka dëgju një, dhe qëtë argument Muhamedit a.s. nuk e ka dëgju, atër ka mu argumentu me atë hadithin që e lexuam, që imami është vendos që të pasohet, apo është dëvu që të pasohet. Çfarë do të bën ju mas ti duhet me bo. Edhe kishin mu argumentu me këtë hadith. Nëse nuk e dinin. Për atë arsye, edhe imamët nuk janë të pagabushëm, gabojnë. Ndonjëherë në hadith nuk ju vjen, apo ka pas raste plot, Imam Ebu Hanifës nuk i kanë ardhur hadithet në Kufe. Bile, me thebin e tij ka pas, domethënë rrethin ku ka jetu Imam Ebu Hanife rahmetullah alayhi në Kufe, ka pas shumë grupe, Khawarij, Murxia, Shia, edhe kur i kanë ardhur hadithet, janë friksu, është friksu Ebu Hanife nxënësit e vet mi pranu, mos po na vjen ai gënjeshtar. Edhe po shpif hadithe. Për atë arsye, edhe çfarë? Domethënë hadithet plot prej haditheve të sakta që kanë qenë nuk kanë qenë me thebin e Ebu Hanifës. Shkoku i frikës dhe nuk i ka pranuar disa prej haditheve. Pastaj thot, e kemi pikën tjetër, gjykimi i mbulimit të një prej shpatullave në namaz. Domethënë, a lejohet mu fal pa i mbulu shpatullat? A është namazi i sakt pa i mbulu shpatullat apo nuk është i sakt? Nga Abu Huraira radhiyallahu anhu transmetohet se pejgamberi sallallahu alajhi wasallam ka thënë: mos të falet ndokush nga ju me një rrobë që ja zbulon të 2 shpatullat. Domethënë duhet mu mbulu. Ata që kanë shkuar në umre e din që gjatë tavafit duhet me zhvesh apo një pjesë të krahut. Në momentin kur thirr ezani dhe të buon për me fal namazin, për njerë i mshelin krahët. Ndërsa, prej umrës, prej tavafit është që një pjesë me lon hapur, gjatë tavafit. Mirë po namaz, në momentin kur thirr ezani, me njëherë mbulohen
edhe e falin namazin me shpatullat të mbuluara. Kuptimi i përgjithshëm i hadithit është kërkuar, thot, prej falsit që të jetë në formën më të bukur të veshjes. Ti para një shefi vllai jam, kur po shkon me një punë, kur po shkon mu intervistu, po vishesh në mënyrën më të mirë, ndoshta edhe parfum qet, apo ku e di unë, vetëm që me dal intervista e jote sa më mirë edhe sa më pranueshme për çka? Për një parë të kësaj dynjos. Dërsa ti para Allahut subhanahu wa taala po del. Atëherë duhet mu vesh bukur, duhet mu vesh në formën, domethënë, siç është më e bukur, apo thot Allahu azza wa jall, o bita Ademit, vishuni bukur për çdo namaz. Për çdo namaz mu vesh bukur. Suratul Araf ajeti 31 për kot pejgamberi sa e nxiti falsin e namazit të mos falet me 2 shpatullat e zbuluara. Dhe kur ka mundësi ti mbuloj ato, gjithashtu i dërguari ynë Muhamedi sa na ndaloi faljen në këtë lloj gjendje pasi falsi po del para Allahut subhanahu wa taala. Mendimet e dietarëve, duke u bazuar në aparencën, në të jashtëmën e hadithit, thonë se Imam Ahmedi rezulton se mbulimi një prej shpatullave të namazit është i detyrueshëm, është wajib, më thonë është obligim, nuk është e pëlqyeshme. Disa nuk është që thonë disa është e pëlqyeshme, por se është obligim. Disa prej shokëve të tij e veçojnë këtë gjykim për namazet farze, të detyrueshme dhe jo për nafilet. Thotë nëse është farz, atëherë duhet më mbulu, por nëse është nafile lejohet edhe nëse nuk i mbulon. Kjo ijtihadi i tyre. Tre imamllarët e tjerë të cilët përfaqësojnë mazhorancën apo shumicën, thonë se mbulimi i shpatullave në namaz nuk është i obligueshëm, nuk është wajib. A është mirë? Normal që është mirë. Na po flasim, a është obligim, a është e pëlqyeshme? Po, është e pëlqyeshme. Disa prej dietarëve kanë thonë që është obligim dhe hadithi na argumenton që Xhabiri transmeton se pejgamberi sa ka thënë, nëse rroba është e ngushtë, mbulo pjesën e poshtme të trupit. Domethënë me çet hadith kanë ardhur përfundim që nëse rroba është e ngushtë, atëherë thot vetëm pjesën e poshtme të trupit mbuloje, nalt edhe nëse nuk mbulosh, nuk e ki obligim, është fjala. Kjo përforcon atë që ndalimi në hadith shpreh qenien mekruh të papëlqyer të këtij veprimi. Dhe çka përfitojmë nga ky hadith? Ndalimi i faljes së namazit me shpatulla të zbuluara. Sheikhul Islam Ibn Taymija thotë mbulimi i shpatullave i është bashkangjitur namazit, për këtë lejohet zbulimi i tyre jashtë namazit. Pëlqyeshmëria e mbulimit shpatullave, pëlqyeshmëria e prezantimit falsit namaz në formën më të bukur dhe më të rregullt, sepse po del para Allahut subhanahu wa taala. Takimin e radhës inshallah do të flasim për errat e rënda që janë çept edhe domethënë hudrat. Subhanaka Allahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahu ju shpërblet.